Bota është ndarë në dysh. Tani, çfarë ndodh? Sigurisht keni parë lajmet. Kina po ndihmon Iranin. Dhe ajo që ka ndodhur është një lajm që do të trondit ditët e ardhshme dhe do ketë një efekt domino në të ardhmen. Do t'ju them se përse. Si gjithmonë kush të shtu rastisht e t'i bëj like fajs shimjesërish, në qoftë se nuk do të ndodhi lufta e tretë botërore dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Një grup i specializuar nga Kina ka shkuar deri në Iran dhe janë futur në sistemin kompjuterik, pra kibernetik, të Izraelit që nga Irani dhe kanë neutralizuar disa sisteme të armëve, sepse tani duhet të dini që gjithë sistemet, qoftë jo vetëm telefonat, por çdo gjë komandohen nga kompjuterat. Por bota ka harruar diçka të rëndësishme, që 60% e produkteve që prodhohen pikërisht nga Kina. Dhe Kina është aleate e Rusisë dhe njëkohësisht e lindjes, bile e gjysmës së botës. Pra, bota, siç ju kam thënë, është ndarë në dy pjesë dhe u kisha paralajmëruar që në qoftë se do të ngrihet një shtet për të ndihmuar Izraelin, do fillojë efekti domino. Dhe ja po ndodh. Sepse nga momenti që ngrihet Amerika, edhe pse dikush unë ndoshta nuk e di, Trumpi dha ultimatum, po përveç kësaj ka dërguar ndihma dhe nga ana tjetër Rusia, Xi Jinping dhe gjithë Korea e tjerë, pra dhe Kina e Korea janë në alert, sepse ishte, si ju thash, bota është ndarë në dy pjesë. Kush janë dy pjesët, do t'ja u them. E kemi thënë këtë, por është mirë që ta nënvizojmë. Pjesa e rendit tjetër, pra një pjesë e botës është Amerika, gjithë Evropa, Anglia, vendet nordike e tjerë, normal që gjithë Evropa merr Gjermaninë, Hollandën, Belgjikën e tjerë, Spanjën e tjerë. Por nga ana tjetër, sepse me ta gjendet, me fjalë, është edhe Australia, është edhe Zelanda e Re, pra janë një grup i madh, me fjalë që janë aleat mes njëri tjetrit. Dhe aleanca tjetër është Kina, Rusia, Japonia nuk mundet për momentin, është në momentin neutral, sepse është e mbërthyer nga prej vitesh që në pas luftës nga Amerika, dhe po thoshe që pjesa tjetër është gjithë Korea dhe po flas Kore Veriut. Kore Veriut, Rusia, Kina, pastaj Turqia dhe zbresin poshtë duke filluar që nga Emiratet, edhe pse Emiratet nuk flasin, duan të jenë asnjëse sepse janë mbërthyer nga ekonomia e botës, sepse ata mbahen me ekonominë e botës dhe ekonomia e botës kryesisht është evropiane dhe amerikane. Pra, po përveç kësaj keni gjysmën e Afrikës. Pra, gjithë kjo zonë këtej, që dua të analizoj që vetëm Kina dhe Rusia janë sa gjysma e botës. Dhe është ndarë në dy pjesë të barabarta, po thuaj, gjithë bota, dhe qoftë me armatime, qoftë me numra në njerëz, pra, qoftë me ushtar, qoftë me çdo gjë. Pra, jo vetëm me arsenale, por në çdo gjë. Dhe çfarë ndodh tani? Mendimi i shumë ekspertëve është që, siç ju pata thënë dhe më përpara, nuk dua ta nënvizoj një herë, që në qoftë se ngrihet një shtet tjetër për të ndihmuar Izraelin, padyshim do ngrihen dhe shtete tjera. Tani, çfarë ndodhi? Irani nuk pritej, por Irani ka pasur armë të fshehta. Në fakt, ky ishte shkaku që Izraeli ju kundërvu dhe tani po dalin në pa armët e fshehta të Iranit. Nuk e di e keni lexuar apo jo, sepse më përpara nuk dijej, por nuk dijej se sa kishte. Dijej që kishte, por nuk dijej se sa. Dhe në fakt lideri i Iranit tha që bota do ta kujtoj për gjithmonë atë që ne po përgatisim, kështu që u dha paralajmërim jo vetëm Izraelit por edhe Amerikës, bile siç ju thash, ai dje
ndodhi një incident i fortë, sepse ajo shtyn akoma më tej zjarrin drejt një lufte të tretë botërore, ku Irani në një konferencë dogji flamurin amerikan. Ky është një eveniment i shumë i rënd, sepse Amerika nuk ka djegur ndonjëherë flamurin e Iranit ose vendet e tjera, dhe djegja e flamurit nxit shumë luftën dhe problemet që aktualisht janë. Pra, çfarë do të ndodh tani në vijim? Sepse, siç e morën vesh, në fjalë, ky grupi specializuar i kinez që u fut në sistemin e kibernetikës izraelane, izraelianët tani e din dhe çfarë do të ndodh tani. Çfarë do të ndodh, sepse duke njohur të vërtetën, duke zbuluar të vërtetën që Kina është futur si për të ndihmuar Iranin, kjo është një përplasje e hapur. Dhe në një rast të tillë, unë kam frikë që në qoftë se shprehet Trump, sinqerisht tani mund të shpërthejë me të vërtet lufta e tretë botërore. Sepse Trumpi deri tani ai po mundohet që të mbajë luftrat, sepse luftrat nuk i bëri Amerika, nuk e bën. Shiko, siç e tham edhe më përpara, përplasjet në Gaza kanë qenë që në kohrat e lashta dhe vazhdojnë ende sot. Kështu që por duke patur njerëzit ose gjithë bota një kohë, si mund t'ja u them, paqeje, që atje nuk ka qenë asnjëherë paqe, por them në përgjithësi gjoja një formë paqeje, tani duket më shumë kur ka përplasje. Dhe është ky fakti që njerëzit duan qetësi. Është e vërtet kjo. Njerëzit duan qetësi. E di që shumë njerëz thonë që po mirë, si mund të përballojmë ne nëse dikush të kundërvihet, në këtë rast Izraeli. Mirë po, ka diçka të rëndësishme për të thënë. Në për luftra, siç e kemi thënë, fitohet. Kështu që kur ka lëvizje të mëdha, normalisht fitohet. Dhe fitimtarët nuk janë ata që bëjnë luftrat, dhe kjo është e njohur. Kështu që tani se kush e nxit dhe pse e nxit, ne këtë nuk e dim. Megjithatë, është për të theksuar që në qoftë se tani do dalin haptazi letrat, kur lozni, si thuhet, kur luan letra që dalin kundërshtarët, thot, unë kam këtë letër, ti ke këtë letër, nga ai moment del haptazi një përplasje botërore. Dhe unë shpresoj që mos ndodh kjo, sepse janë dy pika kryesore. Dy. Një është Trumpi dhe tjetra është Turqia. Po. Sepse Turqia është vendi strategjik që lidh çdo shtet. Dhe është aleanca që mund të ndryshojë çdo gjë. Në këtë moment mundohet që të jetë asianës, edhe pse ç'është e vërteta Erdogan dihet që është me Rusin dhe me ashtu siç edhe me vendet arabe, pra me Iranin e tjerë, por në qoftë se do të ndodhte që të shpallte një aleancë tjetër, Turqia, padyshim do të ndryshonte gjithçka. Dhe është ky problemi kryesor që mund të shfaqet në vijim, pra në ditët të vijim. 2. Ose Trumpi, pra shprehja ose lëvizja e Trumpit, dhe tjetra e shprehja ose lëvizja e Turqisë, pra e Erdoganit. Ne shpresojmë që asnjëri nga këta të mos shprehet, sepse, siç u thash, shprehja kalon në një përplasje aktuale dhe janë dy pikat kryesore, dy pikat kyçe që lidhin dy grupet që janë ndarë ato që si e filluam në mbar botën, sepse bota është ndarë në dy pjesë. Dhe ndarja në dy pjesë, siç ju thash, që në të vërtetë nuk është as Trumpi në këtë rast, por mund të themi që është Turqia, pra Erdogani. Është mu në mes, dhe në qoftë se Erdogani shprehet në këtë periudhë, ndodh çdo gjë. Shiko,
është bërë dhe një parashikim para disa kohësh nga Baba Vanga dhe ka folur pikërisht për Turqinë. Kështu që unë shpresoj që kjo mos ndodh, megjithatë pres dhe komentet tuaja ju çfarë mendimi keni, të diskutojmë, nuk është keq, por është vetëm një informacion më shumë që na bën vigjilent dhe do të dimë se si të sillemi nesër. Pres komentet tuaja, ditë të mbarë.